mirë po të jesh shembulltyr të Kurani, të bën të jesh te kjo frazë kaq e madhe, te kjo pjesë kaq madhështore që po e thot i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e Kuranit janë njerëz të Allahut dhe janë të veçantë te tij. Ti jesh i veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Ndaj, përgjithsisht njerëzit e Allahut ose të veçantë te Allahu subhanahu wa taala duhet të trajtohen në veçantë. Nëse janë të veçantë tek Allahu, atëherë duhet të jenë të veçantë tek ne. Kushdo që e mëson Kuranin, kushdo që lexon Kuranin, kushdo që memorizon Kuranin, kushdo që ligjeron rreth Kuranit, kushdo që e shpjegon Kuranin tek njerëzit dhe e shpërndon kumtesën kuranore tek njerëzit, duhet të trajtohen në veçantë. Ndaj, i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam kësaj edukoi brezin e parë që njerëz të Kuranit të shihnin si njerëz të veçantë. Fjala bie, sikur që shënon Imam Muslimi, kur ishte puna që të përcaktuaj kush të dilte imam, i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam porosisë, thoshte le del imam kur të faleni, ai që ka më së shumti Kur'an.